Faleminderit. Se no. Vetë fakti që e kam mërujt tregon për nostalgjinë që kam për këtë shtëpi ku i kam kaluar derisa u mbyll 15 vite. Do të thotë 15 vite atëherë dhe 36 tani që u mbyll atëherë RTP-ja, unë isha me të drejtën pas shpinës tënde të dalë prej objekteve të gazetarisë, aty ku ishin dhomat e gazetarisë, unë gjitëm shkallëve, kur dolim në rrugë, erdhen policia dhe lulëzim shasivarin duke i gjiruar ato imrana, janë gjitëm për fyti dhe e Burgosën. Është një ditë e veçantë dhe faleminderit drejtorit të RTK-s tash Dërvalla dhe stafit që ju ka kujtue të vim dhe të përkujtojmë këtë ditë e dhimshme atëherë, por sot e kujtume me nostalgji. Rimane më komë në dhe.